Në dasmën time, pash vjehrën teksa më hodhi diçka në gotë. I ndërova gotat. Kur? Dita e dasmës sime duhet të ishte më e lumtura e jetës sime. Që në mëngjes, drita hynte përmes perdeve të bardha dhe binte mbi fustanin tim të nusëris, i varur me kujdes pranë dritares. Aroma e luleve të freskëta mbushte dhomën, ndërsa shoqet e mia qeshnin, më rregullonin flokët dhe më thoshin se sa bukur dukesha. Zemra më rrihte fort, jo nga frika, por nga emocionet, ose kështu doja të besoja. Arbeni, burri që po martohesha, ishte dashuria ime e madhe. Kishim kaluar shumë së bashku. Ne të gjata bisedash, plane për të ardhmen, ëndra për një shtëpi të vogël dhe fëmijë që do të vraponin në përobor. E vetmja hije mbi këtë lumturi kishte qenë gjithmonë nëna e tij, vjehra ime e arshme, zonja Mira. Që herën e parë që u takuam, diçka të ajo më kishte bërë të ndihesha në siklet. Buzëqeshja e saj ishte gjithmonë e ftohtë, sytë vëzhgues, sikur të peshonin çdo fjalë që thosha. Asnjëherë nuk më kishte ofenduar hapur, por gjithmonë kishte një koment të vogël, një nënkuptim që më linte shihet e hidhur. Je shumë e bukur, por bukuria kalon, më kishte thënë një herë, duke më përkëdhelur dorën. Ose, shpresoj të jesh e fortë, martesa kërkon sakrifica. Fjalë të thjeshta, por të ngarkuara. Megjithatë, dita e dasmës erdhi dhe unë vendosa të lija gjithçka pas. Ishte dita ime. Ishte dita jon. Ceremonia ishte magjike. Muzika, duartrokitjet, lotët e gëzimit, gjithçka dukej si një ëndër. Kur Arbeni më vuri unazën në gishtë dhe më pëshpëriti të dua, mendova se asgjë në botë nuk mund ta prishte atë moment. Pas ceremonisë, festa filloi. Tavolinat ishin të mbushura me ushqime tradicionale. Gotat me verë dhe shampanjë shkëlqenin në dritat e sallës. Njerëzit vallëzonin, qeshnin, bënin dolli për ne. Unë dhe Arbeni lëviznim nga një tavolinë te tjetra, duke falënderuar të ftuarit. Isha e lodhur, por e lumtur. Në një moment, u ula në tavolinën tonë për të marrë frymë. Para meje ishte gota ime e verës, gjysmë e mbushur. Po bisedoja me tezën time, kur vura re vjehrën time që po afrohej. E dashur, tha ajo me një ton të butë, duhet të pish pak. Të shoh pak të zbet. Jam mirë, ju përgjigja me mirësjellje. Thjesht pak emocione. Ajo buzëqeshi dhe u afrua më shumë. Në atë çast, tezeja ime u largua për të përshëndetur dik tjetër. Mbeta vetëm përballë saj. Sytë e miran rastësisht mbi dorën e saj, që po qëndronte mbi gotën time. Gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe njëkohësisht ngadalë. Pash qartë teksa ajo nxori diçka të vogël nga çanta, një kapsulë ose pluhur, dhe e hodhi brenda gotës sime. Lëngu u trazua lehtë. Zemra mu ndal për një sekond. Çfarë po bën, doja të bërtisja, por zëri mu bllokua në fyt. Ajo ngriti kokën dhe më pa drejte në sy. Për një moment në sytë e saj pash diçka që nuk do ta harroj kurrë. Jo dashuri, jo shqetësim, por diçka e ftohtë e vendosur. Pije, tha ajo qetësisht, do të bëj mirë. Trupi im u mpir nga frika. Mendja ime vraponte me shpejtësi. Çfarë ishte ajo? Pse do ta bënte këtë? Në ditën e dasmës sime. Në atë moment, Arbeni u afrua nga pas saj. Mami, tha ai, po të kërkojnë te tavolina e xhaxhait. Ajo u kthye nga ai, buzëqeshi sërish, ajo buzëqeshje e saj e zakonshme. Dhe u largua duke më lënë vetëm me gotën time. E shikoja gotën sikur të ishte një armë. Duart më dridheshin. Mund të isha duke imagjinuar gjithçka. Jo, e dija çfarë pash. Në atë çast, Arbeni ul pranë meje dhe mori gotën e tij. Gëzuar grua, tha ai me entuziazëm. Më në fund, e pash atë, njeriun që doja më shumë në botë. Nëse pija atë verë, çfarë do të ndodhte? Nëse nuk pija, do të ngrija dyshime. Por një mendim i ftohtë, i qartë, më kaloi në përmendje. Me një lëvizje të lehtë, sikur të ishte krejt rastësore, i shtyva gotat drejt njëra tjetrës. Le t'i ndërrojmë, thash duke qeshur. E imja është shumë e ngrohtë. Më duket se e jotja është më e ftohtë. Arbeni qeshi. Si të duash, tha ai pa dyshuar asgjë. Gotat u ndëruan. Zemra më rrihte aq fort sa mendoja se do të më dilte nga kraharori. Vjehra ime po na shikonte nga larg. Sytë e saj u ngushtuan për një çast, por pastaj u kthyen sërish në pamjen e saj të qetë. Arbeni ngriti gotën dhe piu një glënik të madhe. Unë mbajta frymën. Është shumë e mirë, tha ai duke buzëqeshur. Vera më e mirë e mbrëmjes. U përpoqa të buzëqeshja, por ndjeva një të ftohtë që më përshkoi shpinën. Çfarëdo që kishte qenë në atë gotë, tani ishte brenda trupit të tij.
Minutat kalonin dhe unë e vëzhgoja çdo lëvizje të Arbenit. Fillimisht gjithçka dukej normale. Ai qeshte, fliste me të ftuarit, më përqafoi dhe më puthi në ball. Fillova të mendoja se ndoshta kisha gabuar, por pastaj vura re se fytyra e tij po ndryshonte ngjyrë. Ai u ndal në mes të një fjalëje dhe vuri dorën mbi tavolinë, sikur të kërkonte mbështetje. Arben, a je mirë? E pyeta me zë të ulët. Ai më pa, syt pak të turbull. Nuk e di, më merret pak mendja, tha ai. Ndoshta është lodhja. Në atë moment, vjehra ime u afrua me shpejtësi. Oh, e shkreta nuse, tha ajo me zë të lartë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. E dija që ishte shumë për ty kjo ditë. Hajde, ulu pak. Por unë e dija. Nuk isha unë ajo që po ndjehej keq. Ishte Arbeni. E kapa dorën e tij fort. Duhet të therasim një mjek, thash. Tani. Vjehra ime më hodhi një vështrim të mprehtë. Mos e bëj dram, tha ajo me ton të ashpër. Pak ajër i freskët dhe do t'i kaloj. Por frika ime ishte kthyer në zemërim. Në atë moment kuptova se dita ime e dasmës nuk ishte vetëm fillimi një martese. Ishte fillimi një lufte të heshtur. Dhe unë sapo kisha bërë lëvizjen time të parë. Zhurma e sallës vazhdonte si asgjë të mos kishte ndodhur. Por për mua gjithçka ishte kthyer në një mjegull të rënd. Muzika tingëllonte larg, fytyrat e njerëzve shiheshin të paqarta, sikur po i shikoja nga fundi një tuneli. E vetmja gjë reale ishte Arbeni. Dora e tij që po dridhej lehtë në timen dhe ajo ndjesje e tmerrshme se diçka e keqe sapo kishte filluar. Duhet të dalim jashtë, i thash me vendosmëri, duke ndihmuar të qohej në këmbë. Ai u përpoq të buzëqeshte. Jam mirë, mos u shqetëso, murmuriti, por zëri i tij ishte i dobët. Vjehra ime ndërhyri me njëherë. Jo, ulu këtu. S'ka nevojë për panik. Janë emocionet. Ajo u afrua shumë pranë meje dhe më përshpëriti. Mos i prish festën djalit tim. Ato fjalë më goditën si shuplak. Djalit tënd. Po unë çfarë isha? Një dekor në këtë festë. Nuk po i prish asgjë, i thash ftohtë. Po kujdesem për burrin tim. Pa pritur përgjigje, bëra shenjë një kamarieri. Ju lutem, thërisni me njëherë një mjek ose ambulancë, i thash me zë të prerë. Vjehra ime u zbeh për një çast. Vetëm një çast shumë i shkurtër, por unë e pash. Pastaj ajo u përpoq të rifitonte qetësinë. S'ka nevojë, përsëriti. Do të kaloj. Por tashmë disa të ftuar kishin filluar të shikonin me kurreshtje. Një kushëri i Arbenit u afrua. Çfarë po ndodh? Arbeni nuk ndihet mirë, i thash. Po presim mjekun. Ndërkohë Arbeni u mbështet fort pas meje. Djerse ftohtë i kishte mbuluar ballin. Më vjen për të vjell, tha me vështirësi. Zemra më ra në fund të barkut. E ndihmova të ulej dhe i mbajta kokën. Në atë moment, pash vjehrën time që po largohej drejt korridorit, sikur donte të zhdukej nga salla. Ku po shkon, i thash me zë të lartë. Ajo u ndal dhe u kthye. Po marr pak ujë, u justifikua shpejt. Qëndro këtu, i thash pa u menduar. Të lutem. Syt tan u kryqëzuan. Në atë vështrim kishte tension, frikë dhe diçka tjetër, pendes. Apo thjesht zemërim që plani i saj nuk ishte shkuar siç kishte menduar. Pas disa minutash që më dukeshin si orë, mbërriti një mjek që ndodhej mes të ftuarve. Ai u përkul mbi Arbenin, i kontrolloi pulsin dhe i hapi qepalla. Çfarë ka pirë? Pyeti ai. Vetëm verë, u përgjigja me njëherë. Por nuk jam e sigurt nëse ishte vetëm verë. Vjehra ime u përpoq të qeshte. Po çfarë po thua kështu? Mos e frikso djalin. Mjeku ngriti kokën dhe e pa drejt në sy. Zonje, më mirë të heshtni. Këtu po flasim për shëndetin e tij. Ai u kthye nga unë. Simptomat nuk duken si lodhje e zakonshme. Duhet ta çojmë në spital për analiza. Fjala spital rasi bombë. Disa të ftuar u afruan më shumë, përshpëritjet u shtuan. Muzika u ndal. Festa ime ishte ndalur bashkë me të. Ambulanca mbërriti shpejt. Ndërsa po e vendosnin Arbenin në barel, ai më shtrëngoi dorën. Mos u largo, më tha me zë të dobët. Jam këtu, ju përgjigja, duke luftuar me lotët. Gjithçka do të rregullohet. Vjehra ime po qëndronte pak më tutje, me duart e kryqëzuara. Fytyra e saj ishte e ngrirë. Nuk duke e tronditur si një nënë e shqetësuar, por më shumë si dikush që po llogariste pasojat. Në ambulancë, mjeku më bëri disa pyetje të shpejta. A ka alergji? A ka marrë ndonjë ilaç sot? Jo, i thash, por pash diçka. Ai më pa me vëmendje.
Çfarë? Më parë, fillova me zë të ullët, pash vjehrën time teksa I hodhi diçka në gotë. Në gotën time. Por unë I ndërrova gotat. Mjeku nuk foli për disa sekonda. Pastaj tha qetë, kjo është shumë serioze. Në spital, Arbeni u qua me njëherë në urgjencë. Unë qëndroja jashtë me fustanin tim të bardhë tashmë të rrudur dhe të njollosur, duke u ndjerë më vetëm se kur. Telefonat filluan të binin, familjar, miq, të gjithë donin të dinin çfarë po ndodhte. Nuk dija çfarë të thosha. Pas një kohe që duke e pafundme, mjeku doli nga salla e urgjencës. Fytyra e tij ishte serioze. Çfarë ka? E pyeta me njëherë. Ka shenja helmimi, tha ai. Do të bëjmë analiza për të përcaktuar saktësisht çfarë substance ka qenë. Mu errësua shikimi. Helmim. Fjala më goditi fort. Është jashtë rrezikut për jetën, e pyeta me zë që më dridhej. Për momentin, po, u përgjigja ai. Por kemi nevojë për kohë dhe kujdes. U ula në një karrige dhe mbulova fytyrën me duar. Mendja ime shkoi te vjehra ime, te buzëqeshja e saj, te gota, te plani I saj. Në atë qast, pash policin të hynte në korridor. Një nga oficerët u afrua. Zonje, tha ai, na than se dyshohet për helmim. Duhet të flasim me ju. E ngrita kokën dhe mora frym thellë. E dija se nga ai moment, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Oficeri I policisë ul përballë meje, me një blok shënimesh në dorë. Tjetri qëndronte pak më mbrapa, duke vëzhguar çdo reagim timin. Dritat e bardha të spitalit më verbonin, ndërsa mendja ime ishte ende në sallën e dasmës. Te ajo gotë vere që ndryshoi gjithçka. Mund të na tregoni saktësisht çfarë keni parë? Pyeti oficeri me zë të qetë, por serioz. Mora frymthellë dhe fillova nga fillimi. Ardhja e vjehrës sime, mënyra si u afrua, objekti I vogël që nxori nga çanta, lëvizja e shpejtë e dorës së saj mbi gotë. I tregova gjithçka, pa lënë asnjë detaj. Dhe pastaj ndërruat gotat, pyeti ai. Po, thash, pa e ditur askush. Oficeri shkroi diçka dhe ngriti syt. A e keni pasur ndonjëherë konflikt me vjehrën tuaj? Një buzëqeshje e hidhur më doli pa dashje. Jo hapur, ju përgjigja, por kur nuk më ka dashur. E kam ndjerë gjithmonë. Në atë moment një infermiere u afrua. Arbeni është zgjuar, tha ajo. Po kërkon për ju. U ngrita me njëherë. A mund të shkoj tek ai? Vetëm për pak minuta, tha ajo. Është ende I dobët. Hyra në dhomë me hapa të lehtë. Arbeni ishte shtrirë në shtrat, me serume në krah. Kur më pa, sytë e tij u mbushën me lehtësim. Çfarë ndodhi? Pyeti ai me zë të ngjirur. Mbaj mend vetëm që më erdhi maramendja. U ula pranë tij dhe I mora dorën. Arben, I thash me kujdes, dikush hodhi diçka në gotë. Ai më pa I shtangur. Çfarë? Mami yt, thash me zë të ulët, por të qartë. E pash me sytë e mi. Ai u përpoq të ngrinte kokën, por dhimbja e ndaloi. Jo, ajo s'do ta bënte kur këtë, murmuriti. Pse? Nuk e di pse, I thash, por e di çfarë pash. Në sytë e tij pash luftë, dashurinë për nënën dhe realitetin e hidhur që po I trokte fort në mendje. Ai mbylli sytë për një moment. Nëse është e vërtetë, tha më në fund, atëherë gjithçka ka qenë gënjeshtër. Jashtë dhomës, policia po fliste me mjekët. Analizat paraprake kishin treguar prani të një substance qetësuese të fortë, e cila në dozë të lartë mund të shkaktonte humbje ndjenje, konfuzion dhe rrezik serioz për jetën, sidomos e përzier me alkool. Fat që u soll shpejt, tha mjeku. Një dozë tjetër dhe pasojat mund të kishin qenë fatale. Fjala fatale më bëri të dridhem. Pak më vonë, policia më njoftoi se vjehra ime ishte ndaluar për të marrë në pyetje. Kur e sollën në korridor, sytë tan u takuan. Nuk foli, nuk qau. Vetëm më shikoi gjatë, me një vështrim që nuk do ta harroj kurrë. Një përzierje zemërimi dhe sfide. Pse desha ti bërtisja? Pse në ditën tonë? Por fjalët më mbetën në mendje. Orët kalonin ngadalë. Jashtë kishte rënë errësira, ndërsa unë qëndroja pranë Arbenit, duke dëgjuar bipat e aparaturave. Dasma jon ishte kthyer në një hetim penal. Fustani im I bardh ishte ende mbi mua. Por tani më dukej si një kujtim I largët I një jete tjetër. Rreth mesnatës, një oficer u kthye tek unë. Zonje, tha ai, zonja Mira ka pranuar se ka hedhur diçka në gotë. Gjunjët mu dobësuan. Çfarë ka thënë? Sipas saj, vazhdoi oficeri, nuk donte të bënte dëm. Thot se donte vetëm t'ju qetësonte, sepse mendonte se ju nuk ishit gruaja e duhur për djalin e saj.
Më erë të qeshja dhe të qaja njëkohësisht. Të më qetësonte duke më helmuar, çështja do të shkojë në prokurori, tha ai. Kjo nuk është diçka e vogël. U ktheva në dhomën e Arbenit. Ai po më shikonte. E di, i thash para se të fliste. E kanë pranuar. Ai ktheu kokën nga dritarja. Lotët i rridhnin në heshtje. Nuk e njoh më nënën time, tha. Ja shtrëngova dorën fort. Në atë moment kuptova se martesa jon nuk ishte filluar me valle dhe mjalt, por me dhimbje dhe të vërtetat e errëta. Por gjithashtu kuptova diçka tjetër. Në mes të gjithë kaosit, unë dhe Arbeni ishim ende bashk. Dhe kjo ishte prova jone e parë e vërtet. Mëngjesi i parë pas dasmës son erdhi pa muzikë, pa lule, pa urime. Drita gri e agimit hynte nga dritarja e dhomës së spitalit dhe binte mbi fytyrën e Arbenit, i cili flinte i lodhur, por më në funi qetë. E shikoja dhe ende nuk më besohej se ky ishte muaji i mjaltit ton. Një infermiere hyri lehtë dhe më buzëqeshi. Gjendja e tij është stabile, tha. Nëse analizat e fundit dalin mirë, mund të dalë sot ose nesër. Mora frym thellë. Ishte hera e parë që ndihesha pak e lehtësuar, por lehtësimi nuk zgjati shumë. Pak më vonë policia u kthye. Këtë herë oficeri nuk ishte vetëm. Me të ishte një grua rreth të 50-tave, me sy të lodhur, por të mprehtë, prokurorja. Duhet ju bëjmë disa pyetje shtesë, tha ajo. Sidomos për marrëdhënien tuaj me vjehrën. U ula drejt. Arbeni ishte zgjuar tashmë dhe po na dëgjonte. Zonja Mira, vazhdoi prokurorja, ka deklaruar se ka vepruar nga frika. Frikë se ju do t'ja merrni djalin, se ai do të largohej nga familja. Arbeni u ngrit pak në shtrat. Unë jam larguar prej kohësh, tha me zë të lodhur. Jo fizikisht, por emocionalisht. Ajo kur nuk e pranoi këtë martesë. Prokurorja e shikoi me vëmendje. Keni pasur konflikte të mëparshme. Kërcënime. Ai heshti për disa sekonda. Pastaj foli ngadalë. Ajo më ka thënë disa herë se nëse martohesha me gruan time do të pendohesha. Mendova se ishin vetëm fjalë. Më shtrëngoi dorën. Nuk e mendova kur se do të arrinte deri këtu. Pas marrjes në pyetje, mbetëm sërish vetëm. Heshtja mes nesh ishte e rëndë, por jo e ftohtë. Ishte heshtja e dy njerëzve që po përpiqeshin të kuptonin një realitet të ri. Jam unë faji, e pyeti Arbeni papritur. Nëse do ta kisha vënë kufirin më herët. Ju afrova dhe i vendosa dorën në kraharor. Jo, i thash me vendosmëri. Faji është i saj. Dashuria nuk justifikon dhunën. As të nënat. Ai mbylli syt. Kam humbur nënën time, tha me zë të thyer. Edhe pse është gjallë. E përqafova fort. Në atë moment e kuptova se helmi që ajo kishte hedhur nuk ishte vetëm në gotë. Ishte përhapur prej vitesh në marrëdhënien e tyre. Pas dite, lajmi kishte filluar të përhapej. Telefonata nga të afërm, mesazhe, thashe theme. Disa më shprehën mbështetje. Të tjerë heshtën. Kishte edhe nga ata që guxuan të më thonin. Në fund të fundit, ajo është nëna e tij. Çdo herë që dëgjoja atë fjali, ndjeja një therrje në stomak. Në mbrëmje, Arbeni u lirua nga spitali. Dolëm jashtë, dorë për dore, pa bujë. Askush nuk na priste me oriz apo lule. Vetëm ajri i ftohtë i natës dhe një realitet i ri. Shkuam në shtëpinë tonë. Atë që duhej të ishte streha jone parë si burrë grua. U ula në divan dhe hoqa fustanin e nusëris. Kur e palosa, pash njollat e vogla të verës mbi të. Ta hedh, pyeti Arbeni. E shikova për një moment. Jo, thash, është pjesë e historisë son. Edhe dhimbja. Atë natë nuk fjetëm shumë. Folëm gjatë për frikën, për kufit, për të ardhmen. Vendosëm diçka të rëndësishme. Nëna e tij nuk do të ishte më pjesë e jetës son. Të paktën jo derisa drejtësia të fliste dhe derisa ajo të pranonte plotësisht çfarë kishte bërë. Por brenda meje, një pyetje vazhdonte të më mundonte. A kishte qenë vërtet hera e parë që ajo kishte planifikuar diçka të tillë? Dhe a ishte vërtet synimi i saj unë apo dikush tjetër? Disa javë kaluan që nga ajo natë. Por koha nuk e shëroi me njëherë atë që kishte ndodhur. Shtëpia jonë ishte e qetë, ndonjëherë tepër e qetë. Arbeni ishte kthyer në punë, unë përpiqesha të rikthehesha jetës normale. Por asgjë nuk ishte më si më parë. Çdo gotë vere, çdo darkë familjare, më sillte ndërmend atë moment në dasmë. Procesi ligjor vazhdonte. Prokuroria kishte ngritur zyrtarisht akuzë për tentativë helmimi. Avokati i vjehrës përpiqej ta paraqiste si një veprim impulsiv,
si një nënë e friksuar që kishte humbur kontrollin. Por provat flisnin qartë, substanca, doza, koha. Asgjë nuk ishte e rastësishme. Një pasdite, mora një telefonat nga prokurorja. Duhet të vini për një deklarat shtesë, më tha. Kemi zbuluar diçka. Zemra mu shtrëngua. Në zyrën e saj, ajo më tregoi një raport tjetër mjekësor, një incident i vjetër disa vite më parë. Një ishe dashur e Arbenit kishte përfunduar në urgjencë pas një darke familjare me simptoma të ngjashme. Marramendje të vjella, humbje ndjenje. Rasti ishte mbyllur si reakcion alergjik. Nuk mund ta provojmë plotësisht, tha prokurorja, por modeli është i frikshëm. Kur ja tregova Arbenit, ai u zbe. Atëherë nuk ishe ti e para, tha me zë të ulët. Jo, ju përgjigja, por ndoshta jam e fundit. Vendimi i gjykatës erdhi disa muaj më vonë. Zonja Mira u shpall fajtore. Dënimi nuk ishte aq i rënd sa do të doja, shërbim prove dhe ndalim afrimi. Por ishte një njohje zyrtare e së vërtetës. Ajo nuk mund të na afrohej, të na kontaktonte, apo të ndërhynte më në jetën tonë. Ditën që vendimi u shpall, Arbeni nuk foli shumë. Vetëm më mori dorën dhe tha, zgjedh ty. Gjithmonë. Dhe ajo fjali vlejti më shumë se çdo dënim. Ne filluam nga e para në mënyrën tonë. Pa presion, pa hije mbi kokë. Vendosëm kufit e qartë me familjen. Mësuam të dëgjonim njëri tjetrin më shumë. Të mos heshnim kur diçka na shqetësonte. Dashuria jon u bë më e fortë, jo sepse nuk u thye kurrë, por sepse mbijetoi. Një mbrëmje gjatë një darke të thjeshtë në shtëpi, Arbeni ngriti gotën e tij dhe më pa me buzëqeshje. Gëzuar, tha ai, për jetën dhe për të vërtetën. E ngrita gotën time dhe e preka lehtë me të tijën. Për guximin, shtova, dhe për zgjedhjet që na shpëtojnë. Në atë çast e kuptova diçka thelbësore. Nuk është gjithmonë dashuria ajo që të mbron. Ndonjëherë është instinkti, një dyshim i vogël, një vendim i shpejt. Në dasmën time, pash vjehrën teksa më hodhi diçka në gotë. I ndërova gotat, dhe ajo zgjedhje e vogël ndryshoi gjithçka.